Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave. Duhet të them faleminderit. Ka një publik të zgjedhur Pena e Shkodrës. Jam krenare për të sepse letërsia faktikisht nuk është një fushë që mund të kuptohet nga çdo kush. Por ama të dëgjohet nga çdo kush do të ishte diçka fantastike. Pse jo? Në këtë kohë ku media ofron shumë çka, le të ofrojmë atë që me të vërtet ka një vlerë të veçantë, ashtu siç është letërsia, libri, romanet, poezia, janë diçka që nuk ofrohen kudo dhe aty ku ofrohen vlen të dëgjohet. Ju përshëndes nga valët 92 MHz të Radio Shkodrës, gjithashtu edhe nga kanali televiziv i RTS Shkodrës. Gjithashtu kam nderin sot të kem në studio një mikë të përzemërt, një shkrimtare fantastike, kisha me thënë, Melita Vjertha. Melita, mirë se erdhe në studio. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi dhe bukur se vjen në studio gjithmonë për një diçka të veçantë. Nuk vjen asnjëherë kështu e rastësishme, por vim për një libër tjetër, 7 maskat e javës. Është një roman, ma në fund ke kalu në një fush pak ndryshe, në një zhanër tjetër, ke ka përcyat ke ka përcyat edhe ke ka përcy mjaft bukur. Jam njoft me romanin tënd që ishte në herë sa doli gati në ato rrjete sociale që kishe botu librin e ri, duke qenë se jemi të dyja pak a shumë të njëjti, s'po them krejt i njëjti brez, po të paktën tek shkrimtarët bashkëkohor. Edhe ishte kurioziteti im si ishte kalosh nga zhanri i poezisë tek zhanri i romanit. Flasim për librin Teh, që është libri i parë mjaft i suksesshëm i shumë çmimeve, por edhe poezia jote është e vlerësuar, është një poezi e cila vjen me antologji të ndryshme përveç se me libra, një ndjeshmëri shumë të veçantë. Zani është shumë i veçantë në letërsi, me një kisha me thënë me një tingull të veçantë, me një melodi të gëgnishte të ëmbël në poezi, por këtë radhë të zgjat standardin për me ardhë, ndoshta jo krejt standardin, disi e përzime, pak gati, ndoshta me një gëgnishte të standardizuar deri diku. Por vjen në një kuadër tjetër në roman. Si ishte kë ka përcen për ty? Ishte një sfidë, mund ta quaj, e lezetshme, duke se ndoshta libri i parë për shkrimtarës, po them se kam kënë në zanafillën, se unë kam shkruajt më përpara, pavarësisht se kam vonu me e botu, por ndoshta ka herë këta librat e parë janë si aksidentalisht edhe pavarësisht se kanë ndalë okay, por këtë rast jam shtru dhe nuk e kam marrë kështu për me shkruajt romanin. Pra e kam vendosur që të jetë një sfidë dhe një diçka që duhet marrë ndoshta edhe më seriozisht se sa libri i parë. Për dy arsye dihet se nëse vi me diçka tjetër duhet me kanë më pjekun se sa e para, për ndryshe s'ka kuptim. Dhe e dyta që për me kalu prej një zhanrit në tjetër duhet guxim i madh. Besoj që ja kam dalë deri diku këtë mjetit për të pa e vlerësu. Si një person që e kam lexuar romanin, nuk është i vetmi romani i Melit që unë kam lexuar, por të paktën e kam lexuar këtë roman dhe e kam lexuar me një kërshëri shumë të madhe. Po e përdori fjalën kërshëri sepse me një vëmendje më dukte diçka e pa. Kërshëri kisha një etje për me lexuar romanin edhe realisht unë jam kisha me thonë pak befasu, sepse nga poezia në roman me shumë detaje, me shumë temat cekona, me shumë realitetet cekona, unë kam pa një Melit tjetër. Realisht. Dhe ti thu me guxim, por unë mendoj që ti kish palos vetveten, absolutisht krejtësisht vetveten. Më duket se e ke marrë këtë vetveten edhe ke thënë që do ta bëj sakt. Edhe më duket se kësaj ja ke arrit. Vim të 7 maskat e javës, që po ta shohim shumë në sipërfaqësore, duket sikur flasim për njerëzit me maska, po në të vërtetë nuk janë njerëzit me maska. Kemi të bëjmë me njerëz shumë të real. Aq sa kur e lexon romanin ti ndihesh brenda personazheve, brenda historive që përshkojnë romanin, sa ti mendon se ata dy personazhet janë të gjallë dhe ti mund t'i hasësh, mund t'i ndeshësh diku brenda ditës, sepse historitë, temat e këtij, tematikat e këtij romani janë aq reale dhe aq të momentit, kisha me thënë, sa unë mendoj që
ki ba shumë mirë që i ki përshkru, ne kena temat ndryshme, me një fill dashniet i përshkum totalisht romani, për ama ne cekim realitetet ndryshme, realitetin e vështirësisë së jetës, por edhe lehtësisë së jetës, aty ku mendon se mund të jetë terreni i vështirë, realitetin e tradicionales, realitetin e punimeve që kena harruar, më duket nganjëherë se ato punë që bëhen me dur tuja, me atë kënaqësinë tonë më të madhe, e shfaqin totalisht atë qenien tonë. Sa ka ndiku brenda teje ky realiteti që ne kena sot, domethënë, për me sjellë për me cek këto temat një pas njëshme. Për shumë thonë që më duket sikur e ndhiva edhe atë demonstratat ose protestat që përbëhen, jo për token, jo për mbrojtjen e shtëpive, jo për pyllin, jo për shumë çka tjetër. Janë të cekur në libër dhe kjo është këto janë gjëra konkrete që ne i shohim, i prekim çdo ditë, por duket jo gjithkusht merr guximin me shkruar ashtu siç janë. Edhe pse në stilin gazetares nganjëherë ngurrojmë për me i thënë disa gjëra. Realiteti kjo është. Sparit vjen shumë mirë edhe njëm shumë mirë kur flet në këtë mënyrë për këtë që ke lexu. Edhe kjo nuk është thjesht me ta bë çefin, se e kam lexuar në këshëri. Me një gjuhë lexuesin, me një gjuhë kritiken, me një gjuhë gjithçka që njerëzit e perceptojnë këtë që kam shkruar. E kam shumë të nevojshme, sepse nuk është e lehtë, është shumë e vështirë me fol vetë shkrimtari për atë veprën e vet, patjetër. Pa diskutim që një mirë ka herë me superlativat, faleminderit por po t'ishte me superlativa, unë nuk do të nalsha faktikisht, por unë e lidha pak a shumë edhe me situatën në cilën po jetojmë. Edhe unë gjej elemente të kësaj situate në libër. Prandaj mu më pëlqen ideja që ti e ke kthy në rrëfim. Po, e para gjë është kanë dëshirë për me shkruajt një roman. Kjo kanë ajo që më ka shty, me fjalë. Pastaj është fakti që ti do të cekësh një problematik, ndryshe romani nuk ka atë peshen e gjaz. Nuk jam shumë nalë për mi dhënë rëndësi shumë të madhe subjektit, ndoshta. Janë një subjekti, disa subjekteve të përgjithshme, por jam mundu që me u fokusu në disa kontekste, disa problematika që ndoshta ashtu i mendoj unë që janë prekin sot realitetin, ma që perceptim sa kam unë, sepse unë fakt kam një jetë lineare të ekuilibrume, nuk kam pas nej sfidë dhe drama jetësore, por kam shumë të theksu me imagjinatën si shkrimtare, edhe jam fut në realitetin e çdo gjaje që më ka rrethu, dhe çdo gjaje që kam arrit me e kuptu. Edhe këtë gjë kam dashur me shpalos sipas mënyrës teme, sepse besoj që një shkriptar po nuk cekon një problematik, një realitet dhe ta shfaqen atë në mënyrën më të mirë të mundshme, jo për me dhënë një zgjidhje, por ndoshta për me bë me kuptu lexuesin se kjo është e vërteta. Mbi të gjitha kam tentuar shumë më fut tek thelbi i qenies njerëzore. Kjo është ajo që vazhdimisht më ka shty me shkru. Njohja me veten. Si që shef edhe këto 7 maskat, pavarësisht se nuk duhet gjyku nga kopertina, ndoshta është klishekja ideja që këto maskat janë ato që vendosen për me ndryshu personalitetin, por realisht ka një tjetër kopertina është një gjë shumë e veçantë faktikisht. Ka një tjetër qasje me maskat, që unë nuk du me përmend pjesën e subjektit, por që maska është një simbol, edhe në vetë vete maska është një mister. Ashtu siç edhe jeta vetë jeta jonë që është një mister, kështu e kam simbolizuar me këtë me maskat. Maskat ka pak karakter biblik ndoshta pjesa 7. Pjesa 7. Sepse unë e vendosi gjithë strukturën e romanit në 7 ditë. Në 7 ditë është e vërtetë. Dhe gjithçka mund ndodhin brenda këtyre 7 ditëve, pra nuk kena 8 ditë, kena 7. Dhe vetëm kjo është një cak, një kufi që ma atë filozofinë teme sill në rreth këtij ciklit dhe gjithçka mund ndodhin në këtë cikël. Edhe unë jam një njeri në një kohë të caktuar që kam këtë realitet. Edhe du me e përcjell në atë mënyrën teme.
Mu vjen shumë mirë që ti e tes gjatë disi spjegimin kam. Melita është shumë e qetë si natyrë, një vajzë edhe e brisht sa vjen edhe e qetë, por është një vajzë që ka akumulu prej vitesh tash mamon misupe veprat të tana, cilat i lexon edhe i shtjellon edhe takimet ndryshme letrare me cilat përballet, edhe unë e shoh shumë mirë atë të pasqyruar tek Melita në shumë aspekte të saj, edhe më vjen mirë kjo gjë. Përveç asaj qetësisë që ti të ofron, po të ofron edhe mendimin shumë pjekut, në shumë sigurt në atë që ki bë. Qysh në qëndrimin tënd, në mënyrën e posturës tënde, dhe mënyrën se si ti e shpjegon se si e ke sjell librin, tregon sepse ti e ke një argument shumë të fortë, edhe ke një vetësiguri të madhe, edhe njeriu në këtë fazë të jetës kur ka këtë vetësigurinë, këtë argumentin që din se çka ka bë me veprën e vet, mendoj që është gati për me botu një roman. Pra më duket se ishe më gati sa si herë tjetër. Mas sa vitesh erdhi romani? Mas sa vitesh mendimit dhe punimit me veprën e jam pak natyrë kështu, të them thojza si breshka, i marr gjanat shumë avash. Edhe ky më ka hangër i fije kohë, ty kanë se kam dashur me u saktësu. Edhe më përfaqësu dinjitet me mënyrën dinjitore. Tetor bën 3 vite që 3 vite. E kam nisë, me thënë, si gjatë, si dëshirë. E mendove në nisjen si dëshirë që do ta kishe një pikë përfundimit, pikën e parë deri tek e fundit, tek fragmenti i parë. Se kam pas deri në momentin që e kam përfunduar. Okej. Ka mesin ato dilemat brenda vetit, patjetër. Pas sigurt në shumë gjëra që e kam bërë, por që finalja ishte... Pa sigurt finalja, mendoj se është fantastike, realisht. Personazhet janë ngjarje, janë njerëz, edhe në ngjarjet janë një pasqyrë totalisht e realitetit. Të cekin ose të prekin në brenda vetit është një mënyrë jotja kjo e rebelizmit ndaj realitetit dhe aktualitetit realisht më tepër. Sepse ndërsa ti sjell ngjarjet në një roman nëpërmes 2 personazheve, gati të rastësishëm si kështu. Ashtu siç vin thjesht, vin natyrshëm, ata vin shumë natyrshëm, por edhe ngjarjet që sillen rreth 2 personazheve janë pothuajse të natyrshme, gjëra që ne kemi në të përditshmën tonë. Gati prej asaj shpejtësisë që ka marrë tashmë jeta, edhe nuk i vëmë re, por ngjarjet aty janë, ndodhin. Po shohim edhe ato nga tragjeditë më të mëdha, ngjarjet që kanë të vogla deri te tragjeditë më të mëdha. Na kalojnë para syve, më duket si një flash, një film me flash. Pra, është një lloj rebelizmit. Jo, është një nalje kohet. Okej. Besoj unë. Kam këtë shef përgjithësi një shkrimtar e nal kohën në një moment caktuar. Absolutisht. Për me pasqyru këtë realitet. Unë nuk e di sa shkrimtari ka vështirë me përkufizu ose më ashtu, por besoj që mesazhi, se nuk do me manon mesazhet, se ka tjerë që e vlerësojnë, por një thelb të asaj që ndoshta duhet me shpjegu, që më lidh ndoshta direkt edhe me shkrimtarin kjo gjash, që njerëzit po nuk u futen lëkurën atij tjetrit, nuk mund ta njohin atë tjetrin. Të njëjtën gjë, për me njoh veten duhet me dal prej vetes, prej guackës se kësaj gjaje. Pra, unë kam tentu që me dal pak prej guackës, me tentu që me prek këtë realitet. Do flasim edhe për një temë pak më vonë, po ndu me lexu vetëm një fragment shumë vogël. Mirësia nuk don shumë shkollë me u lexu në fytyrat e njerëzve. Ndryshe prej atyre që unë i quaj akull. E kam fjalën për ata që rriten në qytete të mëdha e bën jetë luksi, që njohin vetëm një drejtim, mirëqenien personale. Tek Enea ka diçka ndryshe, gati të pabesueshme. Mirësi. Mbas edhe gabohem, ku me e dit, unë gjithë një gaboj. Edhe që erdha këtu ndoshta gabova. Qëllimi ishte i mirë gjithsesi. Si thu? Haha, gjithë një pys edhe pse jam e sigurt për përgjigjet. Ato që si di kur pami më mësu jeta, se kusht tjetër nuk mund heq. Di vetëm se qëllimet janë gjithmonë të mira. Para ka mjaftu kjo. Ku me e dit, rrull supet si pavetije. Është një e folon, unë do ta lidhi pak nga ana psikologjike, gjithmonë e folon me veten ka të bëjë në anën psikologjike tonë. Është me të vërtetë që me dal njeriu prej vetit, domethënë. Mirësia
Nuk është gjë që nuk dallohet krejt kollaj, por don prejme me hyn lëkurën e atij tjetrit për me kuptu se sa i mirë është ose sa i keq është. Po e filloj me të mirën edhe me të keqen. Është një e mira dhe e keqja është diçka që ka me kanë e përjetshme, e përbotshme, universale gjithmonë. Kjo do të mbetet e një llojit, por njerëzit ndryshojnë. Figurën e gruas e ke lartësu në shumë aspekte. E ke lartësu duke rrethu me një formë naiviteti, po jo naivitet deri në grackën e fundit, por një naivitet të mbështjellur me ironi, që del një zgjuarsi e thellë dhe një zgjuarsi e fjetun që zgjohet çdo ditë nga pak. Është një mënyrë e jotja për me përshkru gruan në këtë mënyrë, apo e shef gruan në këtë stat faktikisht? Unë besoj që jam në një stat për me arrit me kuptu këtë pjesë, sepse femen linë për gru bash edhe është e vërtet. Tha një citume, por që vlen ta përmeni në këtë rast, edhe pak mirësia në këtë rast, edhe ana tjetër janë dy gjana që njeriu i shfaq në rrethanat të ndryshme. Dhe rasti i Stelës, këtë rast është ngrit shumë më lart. Personazhi gati kryesor i librit, po, pjesa më. Unë kam thënë njerëzit janë të njëjtë nëse na hym në thelbin e njeriut. Por në këtë rast duke dasht me përshkru, sepse unë kam marrë dy tash më, kam fut dy gjenit tash. Absolutisht po. E kështu që të dasht me dhe më thënë, jo me simbolizu, po me nalsu figurën e femnes, e kam përshkru në tëna mënyrat, tëna detajet për lartësimin e saj. Nuk e ditë është të fillu, po kalete subjekti të fillu që nga... Nuk duhet të zbulojmë subjektin, ky libër duhet lexu pa diskutim. Dhe ndërsa Eneja është një figurë që nuk lën kaq shumë kompakt dhe shia, është si figurë plotësuese, ashtu si ndoshta edhe në realitetin njerëzor në shpesh njëra nga të dyja gjenit të jetë nga njëherë një figurë plotësuese, secila gjendet në këtë lloj dimensionit her mas here. Ajo që kam dash ndoshta unë me kalu përtej në atë filozofinë, po thamon, teme është që njeriu, pra unë si qenjet, kur tham unë, pra jam veta unë, e veta parë. Dhe kam, kur tham kam, pra unë jam në një trup. Pra ne jene të përbam prej shpirtit, trupit dhe mendjes. Është e vërtetë. Dhe gjithë hulumtimi në këtë vepër është që ky personazh të arrijë në përputhje, të jetë në përputhje me veten. Ndoshta është pak nuk jam të arrit me shpjegu ndoshta në mënyrën e duhur, por e gjithë filozofia e punimit të maskës nga Stela është arritja për me kuptu se sa ti je në përputhje me veten tënde. Stela punon faktikisht personazhi i librit, pa diskutim, me masken në lloje të ndryshme të drurit. Pra janë disa detaje shumë të veçanta. Pra kur themi 7 maska, nuk kena të bëjmë me maska, kena të bëjmë me punime artizanatit, artizanale, por edhe me balt. Herë pas here. Pra është një person shumë dimensional, nuk është një person thjesht që vjen nga një krahin diku më thellë, edhe vjen në një qytet mall, por është një person që përfaqëson mas miri atë ku është rritë, atë që ka përballë e saj, vendin që ajo është rritë dhe ka rritë shtatin, si themi ne. Absolutisht e përfaqëson mas miri dhe e kuptoj, domethënë atë që thu. Pse ke fut elementin e drunit? Gjithnjë, secilën prej këtyre detajeve ka një dru të veçantë, kemi ahun, kemi lisin, bredhin, shumë çka tjetër pa. Sipas situatave që ajo përballet me realitetin, pra është një ballafaqim me rranjet e saj. Pra ne jena domethënë të lidhun, po them edhe prej natyrës, të lidhun fort me natyrën. Pra edhe është në formë simbolike. Fakti që na jena të përbam për një lane shumë të veçantë, a kupton, ndryshe nga të tjerët. E kuptoj këtë. Edhe pra në këtë rast e ka gdhen atë personin e vet në një maskë sipas situatës së caktuar, edhe në fundja kjo ka lanën e vet. Dhe druni vet ka rrajnë.
dhe është qëndrueshmëria më e madhe të një njeriu kur ti gjendesh në përputhje me veten tënde. Absolutisht kjo patjetër që shpjegimi janë të kombinon. Unë e kam marrë krejtësisht ndoshta edhe në një dimension tjetër dhe kjo është e bukur e librit se ti ke gjetë kane të ndryshme ku ka njerëzit të shohin me kane të ndryshme. E mora në një dimension tjetër se secilit prej drujve, pavarësisht se ne është rraja, shumë çka tjetër, por e shifsha si një gjatë përbashkët me situatën, edhe me gjendjen ku ndollej her pas here personazhi, edhe formën që ajo i jep trunit. Aja është një mënyrë që me tregu se situata, domethënë çfarë format ka situata, që nuk paraqitet shumë herë lehtë, por ajo ajo që më pëlqen realisht është mënyra se si shuhen ato gacat e lezuna, her pas herë prej situatave të ndryshme. Qetësia, vendosmëria, guximi, janë disa virtyte që nuk është se karakterizohen as shpesh. S'po them si popull, se më duket sikur po e përgjithsoj shumë, po ne të paktën që njihen rreth nuk është se na karakterizon shumë shpesh qetësia përmes zgjidhjeve, shumë gjak nxehtë, ekspresiv në momente të caktuara. Është një mënyrë gati si ritual për me tregu se me një formë më të qetë situatë gjejnë edhe zgjidhje. Disa situata nuk dojnë edhe zgjidhje nganjëherë. Por do lënë me rrell është. Me rrell natyrshëm. Është një mënyrë ndoshta për me rrëfy që ka mënyra të tjera për me përballu jetën dhe jo gjithmonë me një gjak nxehtësi, jo gjithmonë me një forcë emotive. Këndvështrimi që e ke parti, unë kam shumë nevojshme një analizë. Të thash që kam lexuar me kurshërit më romani, edhe më ka shoqënu mramjet e mia këtë ditë. Jam mundu me dal prej, unë s'po them me ba një letërsi ndryshe se kjo, unë se dhja kam ba letërsi, shu që unë pretendoj, por të kënë se letërsia në përgjithësi moderne është të ballafaqu ose të nxjerr problematika që i japin një kulm zgjidhje, i japin një diçka shumë të fortë, goditëse që janë e zaru tashma, kam dashur me hi në një botë tjetër, jashtë kësaj që ka një tjetër zgjidhje, ka një tjetër element. Ka një mënyrë ndryshe për zgjidhjen. Ajo që pra romani im nuk ka se bën një bum në kuptimin që wow, si nolli, pra një diçka çuditshme. Ka diçka gjëra krejt ndoshta të qeta, të thjeshta. Po në dukje janë të qeta dhe të thjeshta, sepse situatat nuk janë të qeta. Situatat nuk janë të qeta, po perceptimi i situatës është ndryshe. Përballimi i saj është ndryshe. Ajo gjëja tjetër që mua më pëlqen ose një element tjetër i këtij libri është ndërthurja e tradicionales me modernen. Edhe përmes kësaj ndërthurje dalin si të mirat, por edhe të këqija të këtyre situata, ose po themi ato pa nevojshme që shpesh ne i shohim edhe të gjitha. Është ndoshta me tregu këtë realitetin ku jetojmë, patjetër që ti e ke bërë me tregu. Por edhe ndoshta një gjë që sot format estetike janë diçka që po na ndryshojnë edhe konceptin e jetesës. Po. Është edhe kjo, shumë e vërtetë. Është kjo mënyrë që ndoshta çdo gjë po kalon sipërfaqësore. Absolutisht po. Çdo gjë është bë paraqitje, çdo gjë është fasad. Duket si diçka e përdorur si klishe që po e them kështu. Por realisht kështu po no. Edhe prandaj thashun e cika shumë atë pjesën që njerëzit nuk janë më në përputhje me veten, nuk e dinë më se ç'a dojnë. Ndoshta kërkojnë diçka që nuk është ajo që e përmush. Pjesa më e madhe e njerëzve kërkojnë, unë kam cek disa tema që është emigrimi, tema që vështirësi që përballen emigrantët, absolutisht jo. Pjesa më e madhe nuk janë të kënaqur me jetën që bëhet në emigracion. Domethënë nihet ajo pesha e emigracionit. Pesha e emigracionit nihet në të dyja palët. Që jena në një periudhë, në një fazë ku ka degradu aq shumë qenia, mrenia dhe qetësia e mbrëmshme e njerëzve, sa nuk po arrin më me gjetë. Dhe kush është ajo zgjidhje që të lehet në dorë të lexuesit, unë duçi me ndiku letërsia tek kjo pjesë, tek ky lexues që ndoshta arrin me kuptu që pra na kemi nevojë për një lloj qetësie
që ja gjejmë vetes, edhe aty ku ndihna mirë. Unë jo pa dashje, pa qëllim kam përmend metropolin, edhe një vend, një zonë malore. Patjetër. Dy kontraste të zhurmës dhe të qetësisë. Të zhurmës, qetësisë, por edhe një kontrast tjetër që ajo qetësia synohet të kthehet në zhurmë në një moment caktuar. Nuk po e shpalosim totalisht situatën, por kjo gjë po ndodh. Realisht ne po e shohim me protestat e rrjollit, me po shohim shumë çka. Pra janë disa realitete që i gjen brenda librit në një mënyrë tema, por janë lënë të gjitha të hapuna. Kjo me qëllim është bërë, domethënë. Pra janë prek shumë tema të ndryshme, shumë realitete dhe janë lënë të hapuna. Kjo vetëm për me i dhënë nxitjen lexuesit që të zhvillojnë atë se si mund të jetë zgjidhja e kësaj gjaje për veten e vet, për mendimin e vet. Me që e preke pak raportin e lexuesit, si e shefti, sa po ka ardhur një romani auteri, edhe e keni ndo pak peshën lexuesit, mendimet e tyre, ka njerëz që e kanë marrë në dorë me një herë me dëshirën me lexu, ti kanë shpreh komentet e tyre ose mendimet e tyre, s'po them komente, po mendimet e tyre më tepër, mas tepër. Të drejtën e kanë lexu më shpejt se sa e kemi menduar, okay. Po dosh me dalë për modestisë. Okay. Dhe domethënë për te aty në superlativave dhe njerëzve që i duj, respektoj edhe jam shumë mirënjohëse që kanë shpreh ato. Unë pres edhe kritika jo të mira që du me ditë se ku jam, domethënë me këtë gjë, por si që thash, herë janë disa tema, disa nën-tekste, disa filozofi që pres me me u shpalos me pa, me një mendim tjetër, një mendim ndryshe. Nuk kam pas aftësinë e duan me përcjell aq sakt, por që thash nuk i kanë vurë shumë rëndësi subjektit, por disa elementeve në strukturë dhe në përshkrim, që shpresoj shumë që përshkrimi ishte goxha i arritur, goxha i ndjerë, të krijote atë ndjesinë, të jep ndjesinë e përshkrimit, ta jep ndjesinë edhe të glabërën, të fut në situatën e ngjarjes që po ndodhen brenda librit. Kjo është e veçantë faktikisht e rrëfimit. Mënyra se si të glabërën edhe të ndihesh pjesë e librit, se ne nuk mund ta perceptojmë ndryshe letërsinë, nëse ti nuk ndihesh, nëse kena lexuar më përpara letërsi, që ka kanë letërsia klasike në cilën ne të paktën na kultivu, ishte thjesht ajo mënyra se si ne jena gjallë mbrapa si personazhi i librit, jena identifikuar me personazhet e tyre. Edhe kjo është e bukur edhe këtij libri faktikisht, se ti ndoshta mund të mos identifikohesh me personazhin, po identifikohesh me aktualitetin, me ngjarjet që ndodhin. Dhe ngjarjet janë të cekuna stivume, kisha me thënë, sepse nuk është një, po janë disa. A ishte kjo një metodë në vetveti e jotja, apo të lini gjatë shkrimit të romanit? Do me thënë, e kishe të paramenduar që do të cekit disa subjekte, apo të erdhi... Jo, ka në mënyrë graduale, organike, Ajo që kam pas fillim të qartë, ka kënë struktura e vendosis në personazhin rreth parë, edhe struktura e krejt romanit që është vendos pra qysh në fillim që e kam nisë, e kam strukturuar që duhet jetë në brenda këtyre 7 ditëve. E kuptoj. Po, kjo ka kënë. Brenda 7 ditëve, por edhe brenda 2 hapësinave krejt ndryshme. Një person që i pres, po pra, kjo është gjetja faktikisht. Mendoj se kjo është çelësi i suksesit brenda librit. Po, këtë gjë kam mirë menu para se me e fillu librin, pra që të ketë një strukturë të qartë, edhe të ketë një gjetje interesante për pra që në pamjet parë të tërhequn, pra para punës edhe nëse shef si libër, do të thonë është i thjeshtë, edhe pamjet parë ka 7 ditë, edhe duket sikur kalojnë kështu. Pra të ketë një strukturë qartë, thjesht. Faktikisht libri përpihet shumë kollaj, domethënë. Pra nuk të lën kohë për me lanë një qoshe dhe me thonë që unë nuk po e lexoj të shpalexoj pak më vonë, të ke dëshirë me lexu deri në fund. Me i shku se s'vën deri në fund sepse ka mbyllet pres nga një situatë kalon në një situatë tjetër dhe njeriu don me ditë se ç'a ndodh me situatat. Më vjen mirë, por me litë kemi menduar që është një kohë gati ku njerëzit dojnë me lexu nga ana digjitale, nëpërmjet laptopit, telefonit, e kemi menduar me sjell nga ana digjitale, apo është herët kemi tradicionale tek libri?
dëshirës, e parë kanë që me përcjell në libër se jena late tradicionalja. Absolutisht po. Por që Unë e vlerësoj shumë ndoshta me faktikisht. dojë mos për brezat e ri. Sepse duke pa që kjo pjesa e inteligjencës artificiale, duke pa që po digitalizohet gjithçka. Kjo është ideja. Ka anë të mira edhe ajo, ka anë pozitive, por një gjatë mirë që ndoshta ka me mbart ky libër mas shumë viteve, ka me kanë që ka frym, ka shpirt mran. Kjo ndoshta ka me met, nëse nuk ka me u arrit me kanë sipërfaqe, fakti që ky ka shpirt frym edhe është 100% nga Melita, është edhe unë mendoj që këto kanë me si suvenire, kanë mosja, kanë u art si gjëra shumë veçanta, këto libra që janë shkruar, njerëzit që janë shkruajnë. Letërsia nuk është ajo që mund të merret si një profesion i parë i një njeriu, ku ti mundesh me siguru jetesën nëpërmjet saj. E shoh që ka mbet diçka në hobi dhe do të vazhdoj për shumë gjatë në një mënyrë të tillë. Janë shumë pak ata njerëz të cilët e kanë sjell një lloj përfitimi, po unë mendoj që kur kalon në përfitim, më duket pastaj si një lloj marketingu. Edhe më duket sikur po shkruhet vetëm për të kaluar në një lloj përfitimi. Ndërkohë që më pëlqen kur Melita rrinë dhe kalojnë disa vite dhe Melita sjell një vepër tjetër që e personifikon më së miri. Nuk e ke ik poezisë. I ke qëndru poezisë. Se nga të rune poezi. Ishte shumë e bukur, pas çdo episodi vjen një poezi shumë e thellë faktikisht. Poezia jote është e thellë, ka karakterin që ajo është e shkrime në njëshme qenjen tënde, por me elemente të shumta letrare, por edhe një pasqyrë e mirë e shpirtit, e mbrëmësisë njeriu të nuk mujte me lanë pa një poezi. Jo. Në fakt jashtë ngjesh, po them kështu në gjuhë, jashtë ngjesh shumë mirë për shtat, ndoshta këtë flasmi siguri plot, se ty kanë se kam ata bazat tek poezia dhe jam kanë e sigurt kur e kam përcjell, pavarësisht se është e vështirë me përçu fiks aty ku duhet. Por është një element tjetër të romanit që kur njeriu flet me veten, siç është ditari dhe poezia, je 100% ai që vetja jote. Edhe në këtë rast kam personifikuar personazhin e Stels. Pra, atë që ka dashur ton romani me përcjell, që ti t'jesh në përputhje me veten, atë e ka përcjell edhe nëpërmjet ditarit. Pra, ditari është vetë simbolizon atë që ti ke që je 100%. Njeriu në zhveshën për i të në paraqytimeve dhe barrierave, pa diskutim, ditari. Let mbesim pak të ditari, sepse më pëlqen faktikisht. Ditari është një gjë që e kam shkruar shumë vite më përpara. O zot, me dekada më përpara. Pa zbulojmë sa më përpara. Edhe kam met në qenjen teme dhe në kujtesën teme si një ndër ato gjëra që janë shumë thuja. Nuk i gati për me i shpalos ndoshta për të janë të rafinume. Pa tjetër, se është e pa diskutueshme që është rafinume dhe është një episodet shkurta ditare, gjëra që secili prej nesh mund të gjehet aty. Por e shef ndonjë si prej projekteve tuaja të ardhshme formën e një ditari? Se të shpokalon nga zhanri që dhe ta kem parasysh. Unë e di kujt ja jap disa ide. Sepse e shoh potencialin që kanë njerëzit faktikisht. Por don se di, është interesante do të ishte, po. E bukur do të ishte, sepse ajo pjesa jote që mendoj që ka prap me gërmuar nga vetë. Ajo e bukur sa e nevojshme, me përcjell njerëzve vetveten, me përcjell njerëzve tashmë mi hek ata, po them maskat të shin këtë rast pavarësisht se nuk ishte kjo tema kryesore, por ti zhveshesh krejt nga bota, nga diçka që ti dukesh, nga diçka që don pra rolin që je dhe atë që je në të vërtet. Pra se gjithë secili merr një rol përsipër. Sidomos kur të zhveshësh nga ajo që dukesh dhe të mbetesh ajo që je, edhe është fantastike faktikisht. Në rastin e ditarit do të ishte kjo temë shumë
Do të ishte një temë interesante edhe aty mund të ketë, edhe e nevojshme është për shoqërinë. Edhe mendon se letërsia mund të mendigu tek lexuesi, edhe tek publiku, pa e marrim në një kam më plan, ja thjesht një shkrimtar atë që ka parasysh në fill sa fillon me shkruajt është lexuesi. Po. Kështu që ti gjithmonë gjen një detaj, një diçka që direkt duhet të tërheqën lexuesin. Kështu që tenate linjat me shku deri tek lexuesi. Rikthehena bashkë te momenti kur e ke përfunduar romanin edhe e ke dorëzuar te një redaktor ose te një shtëpi botuese, nuk ka rëndësi kjo. Cila ishte ndjesia jote me një herë mas asaj? Duket sikur ke hesh një peshë. Çlirim i madh. Çlirim i madh dhe njëkohësisht një frikë që më karakterizon shumë nga natyra. I ka të dyja këto përzime. Por është një diçka që ti krijon, unë kam thënë edhe me poezinë. Një farë format është një barë. S'ke ka ik pa e pas si barë. Jo vetëm fakti që ka mund me shkru, por edhe fakti i njësisë që ti do të përjetosh hap mas hapit, mu fut në botën e imagjinacës, në botën e ndjesive, në botën e shpirtit, e çdo gjas. Gjithë kjo është një barë e madhe që në fund e ke hell dikon, domethënë, edhe njësia është e mirë sepse është diçka jotja. Si do që të pritet ky libër, është diçka jemja dhe unë jam shumë e kënaqur për. E mendon që mund të vesh me poezi prap mas një romanit? Poezinë nuk mund ta anashkaloj sepse e kam përcjell prej më shumë se 10 viteve, edhe është injektume deri si përballove mos me botu ma një vëllim tjetër me poezi, po direkt në roman. Se unë njëherë tham duhen disa vëllime me poezi deri që vim të romani. Është perceptimi jam, kjo nuk është diçka që duhet se s'bën. Ishte një sprov, edhe ishte diçka që unë kisha me dëshirë. Thash, gjoja parë që kisha me dëshirë. Gjoja parë që ki bë ki sfidu dhe ajo që kam arrit me kuptu, është që unë jam një shumë mirë, ndoshta më mirë se me poezinë, momentin që kam shkruajt romanin. Edhe ndoshta është pak më e lehtë, nuk jam unë ndoshta kemë gjyku, por më duket më e lehtë me shkruajt jo më e lehtë se nuk e di as me shpjegu sepse romani don teknikën, e don ku diun përvojën, e don tana, por poezia në thelb është shumë më e vështirë me koncentru gjanë në pak fjalë. Absolutisht. Edhe don frymëzim me do e mos. Poezia. Cila është ndjenja që mund të përshkruaj romanin tënd? Një, e vetme. Po e di që ka shumë, po për momentin. Nuk e di. Ndjesi, çlirimi e çuditshme, e adhurueshme një moment, se di, nuk di me përcaktu. Melit kena një moment ku kena një brez që pretendon me shkru faktikisht, unë nuk du me thonë shkruin, por pretendon, sepse janë dy gjëra të ndryshme. Me shkru, me ba letërsi, edhe me pretendu se po bën letërsi, janë dy gjëra të ndryshme. Edhe kena një brez që po angazhohet me këtë llojin, ka dhe talente, pa diskutim. Por a mendon se është gati ky brez për me botu, për me kriju rrymen e vet letërsisë? Apo ata thjesht duhet vazhdojnë prap të kultivohen, të lexojnë sa më shumë. Domethënë nuk janë edhe gati për me shpalos vetvetin, domethënë mënyrën e tyre se si e perceptojnë ata jetën. Sepse kena një brez që janë unë i them kontrapetal, se i na mësune me bicikletat kontrapetal që nuk ishin gjakollajt masi aty në bicikletave që ishin mësu me i nisë nëryshe. Por ideja është kjo, që çfarë letërsie po sjellin, sa ta po bëjnë, po çfarë letërsie kena sot për sot. Çfarë letërsie sjell brezi i ri. Unë nuk mendoj që asnjë shkrimtar nuk ka qenë i vetëdijshëm për letërsinë që ka bërë. Nuk besoj që edhe shkrimtarët më të mëdhenj kanë shkruar një vepër që kjo do të më kanë një kryevepër ose ka më kanë një kryevepër. Nuk e di, unë nuk jam kundra asnjë lloj shkrimit që të bëhet. Problematika. Jo, s'po them kundra, thjesht a janë gati për me shpalos. Sepse unë jam tentativ, nuk e konsideroj, nuk e di se çfarë mund të kem bërë me këtë. Unë kam dëshirën, kam talentin deri diku që e kam kuptuar. Por Melita ka një gjallë, që ta theksojmë këtë, absolutisht. Ti mendon se je në tentativë, ti ke hala ende pa siguri tuja, dyshimin tënd, kam sjell diçka të mirë. Ndërkohë që kena përballë brez motrise, sa vetja, edhe janë sigurt që kanë bërë diçka fantastike. Vin me atë mendimin që po bëj diçka. Këtë vetë sigurinë e kollek mi Melita. Se jo, tentojnë, brezi i ri gjithmonë ka me kanë
Avantgard. Ma inteligjent se sa brezi. Pavarësisht përvojave çdo gjatë që ka ky brez, unë besoj që çdo brez I ri është më inteligjent se sa brezat më përpara. Mendoj që arrin me ba a letërsia, diçka tjetër këtë nuk arrin me perceptu, por të I kanë se unë las kam s'ngarandor një diçka e... Faleminderit që e the që kena një brez që ka me pas elementet ndryshme ku e shpalosin atë inteligjencën e tyre. Edhe mund vjen mirë kjo pjesë sepse unë besoj që jena brez I fundit që shkruajmë letërsi. E beson edhe këtë, domethënë. Ato dilemat për atë e mejtën të së. Okej. Edhe pse unë shoh që ata doin me kanë pjesë e teksteve të këngëve, tekste e poezisë, mendojnë se shkruajnë të rrashta ju duket poezi, disa një pjesë e tyre, ka për aty që thellohen më së tepërmi. Kena edhe talente. Sepse unë du me dalë që kena talente, sepse ti edhe je pjesë e strukturave që e mbështet brezin e ri. Si janë këto takimet që kryhen vaudes, edhe unë shoh që ti je pjesë aty kudo në juri her pas here. Është një punë që unë e bëj me shumë kënaqësi. Absolutisht po, e vërejt. Kam pasion të madh me hulumtu talenta, me punu me të ri. Prandaj unë pyeta. I shohim me talente, ka talente të ndryshme. Ka talente. Sidomos ajo zonë, po dash me bë publicitetin, por e meriton ajo zonë ka jashtëzakonisht talente. Ja vlen me bë publicitet atë ku ka, domethënë. Po, janë njerëz me vizion. Se veri që punohet fort, e veri që fëmijët përkushtohen shumë. Talent të linën. Në çfarë fushësh kryesisht me lit? E shef këtë ky brez. Duke qenë pjesë e hallkave të arsimit, domethënë, kjo është. Para 2 ditë që bë një aktivitet me nxënësit në aktrim. Domethënë, unë jo se jam kompetente shumë në atë fushë, por shoh që pra e dallon një fëmijë që është I talenton, patjetër. Domethënë, talentet e linën dallohen më një herë, shpalosen më një herë. Këndojnë, ka fëmijë që I bin pianos, ka fëmijë që kërcejnë. Ne patme në një tjetër aktivitet që zhvillova unë para do kosh, para një javë diçka tillë, kishte akrobat, kishte, domethënë, lërmishmëri talentesh. Unë e di është vendi atje. Prandaj thati që mund të shohim se ky breziri janë inteligjent dhe I shohim në fushë atyre ndryshme inteligjencën e tyre. Ku gjajnë ata veten tamam. Është vërtet. Shkrimtar sot është në piedestal. Thjesht na kena këtë fushë, këtë talent do ta shpalosim. Por nuk besoj që në realitetin tonë ky shkrimtari është në piedestal. Pra ka shumë talente, shumë gjëra të tjera që janë megjithëse letërsia mbetet thelbi I ndryshimit që njerëzore me vite. Këtë nuk për mua. Unë them letërsia është ajo që trondit nga një epokë në epokën tjetër, por edhe prandaj ishte shumë interesant romani jat sepse sjell realitetin shqiptar, aktualitetin shqiptar. Unë do me kalu pak në sferën e gazetarisë dhe aktualiteti më pëlqen me shpalos. Sidomos shkrimtarët që përshkruajnë kohën reale ku ata jetojnë realisht ndihem shumë mirë për këtë gjë, sepse nuk mund të kalohen epokët pa pcek këtë ndryshimin që është psu në vite. Dhe ne kena kanë pjesë të ndryshimit. Apo s'duam, ne ishim pjesë të ndryshimit. Bukura ishte se ti e soll edhe të shmallën edhe në shkrim në roman dhe unë pretendoj që ky libër të jetë goxha një libër I cili shihet edhe me kanë vështrim tjetër, edhe me sy tjetër, një libër që mund të lexohet edhe në shkolla, që mund të shpaloset, nuk është thjo për superlativ, sepse superlativat janë diçka tjetër. E shoh në sensin e përcjelljes së realitetit ku ne kena jetu këtë realitet, sepse ne kena tendencën me harru shumë çka. Edhe kjo kujtesa kolektive është diçka që lëkundet në harresë, në kujtesën e harresë, por peshon shumë nga harresa. Prandaj më pëlqejnë libra që përcjellin, të risjellin disa gjanave elementare ndoshta që duhet me I pas bazë. Edhe fundamentale që thash edhe një herë prej shpejtësisë që kena në këtë jetën e shpejtë, ama na kalojnë shumë ngjarje para syve, saqë gati njeriu të imponohet një lloj indiferencë, njeriu vetë ka dorë ta nalin kohën. E kupton, është ti thon njeriu e ka dorë, por nuk lejon sistemi.
sistemi nuk po e nal kohën, për asnjë gjë po e nal kohën. Inteligjenca artificiale përparon atë shumë sa ti nuk je gati. Unë mendoj që unë prap du me rrahtë ajo që kam dash me thënë. Njeriu i sotëm po e merr kjo rrjella e shumë ngjarjeve të shpejta, të vrullshme, tjerë dhe kam nevojë që të nalet, ta nalin pak kohën, ta njohin veten, të binë qetësinë e realitetit të vetë, nëse nejtë realitetit jashtëm, se kur ti bjen në qetësinë paqen në realitetin tënd, din edhe me e sistemu realitetin jashtë. Prandaj unë kam vu edhe shumë realitete dhe nga një anë kam vu Stelen, personazhin që unë kam marrë më shumë prioritet, që me e menaxhon në qetësinë dhe në zgjidhjen edhe në zgjuarsinë e saj, problematikat të ndryshme që vijnë. Pra, e ceka që është në fillim të bisedës, mënyra e saj e qetësisë, por edhe e neas të dy së bashku, me një qetësi absolute njëri me tjetrin, me një, por ajo e bukura është edhe mënyra e komunikimit. Gjithmonë ka nevojë fjalën për komunikimin. Njerëzit komunikojnë me sy shumë më mirë, me situatat ndryshme, me mënyrën se si ti përballesh me situatën, është një mënyrë e komunikimit. Është ndoshta një perceptim veti që komunikimi ndodh në shumë dimensione tjera. Po, unë kam cekë edhe në fillim të librit diçka. E para ishte fjala, pra fjala është forca më e madhe. E ke filluar me Biblën pa diskutim. Pra ishte fjala dhe unë thash ka pak karakter biblik, kjo më karakterizon edhe s'mund ta shmangu. Pra fjala është fuqia më e madhe. Që pra para fjala o bën njeri, bën nërni. Patjetër. Që nëse di me përdor mirë këtë fjalë, kena pushtet të tjerë zakonshëm. Çfarë do t'i përcjellë lexuesit, me që jemi nga fundi tashmë? Se di, krijimtaria është një dhunti shumë e çmueshme. Pse duhet lexohet libri atë? Ne folëm për të, thamë shumë çka, por ti thuje për lidhjen me rutinën e ditës. Ndryshojnë rutinën e ditës. Faktikisht është një libër që të ndryshon jo vetëm rutinën e ditës, por të bën që të ndalesh. Dhe faktikisht kur arrin njeriu këtë që të bën me unal dhe me reflektu po këto realitete po jetoj edhe unë, edhe po ne po i shohim ditë këto realitete. Mendoj që ja vlen ta ndryshoni rutinën e ditës me një libër të tillë. Aty ku ka fjalën, aty ku ka artin e fjalës, aty ku ka edhe poezinë, nuk është keq të ndryshon rutinën e ditës, por edhe mendsinë. Duhet të falenderoj para se ta shoh edhe gjithë ato njerëz që më kanë mbështetur vazhdimisht që nxisin me botu, që mblerësojnë ata që baj shpinë botuese patjetër, që është e dytë herë që botoj atë, e shumë tjerë që më janë gjetë afër. Unë mendoj që jena njerëz me fat, faktikisht kena njerëz që na mbështesin, janë profesorët në Rum që na mbështesin, ose edhe njerëz të tjerë të cilët se edhe një person që thot, po kena kohë që s'kena një prej teje, po të diçka, kena dëshirë, janë për mua janë ata njerëzit që të shtyjnë me mendull, shikoj se unë për më kam ndajt në heshtje për një kohë. Diçka e madhe që kam arrit, kjo është personale, por ndoshta duhet ta ndaj. Diçka e madhe që kam arrit me këtë roman është vëmendja njerëzve më të afërt. Familjarëve. Kjo është e bukur. E familjarëve. Deri tash ishin aksidentale gjitha. Me që e përmend, le të kthehen pak. Si ishin vlerësimet? Nëse kopertina ju ka pëlqyer. Belojna. Okej, normale. Ja, mendoj që një tjetër njësi, një tjetër. Është tani jo mirë unë që të jep edhe atë ndjesinë sikur po më lexojnë edhe kanë kuptuar që kam shumë çka më thënë. Edhe është gjë e bukur kur fillojnë njerëzit me të lexuar. Dhe jo thjesht nga libri. Është arritja më e madhe. Se di sa të tjerë kanë me lexu, por unë jam e kënaqur me ata persone që kanë dashur vërtet me lexu. Melita ke dy vajzat mrekullueshme, edhe e di që impenjohesh shumë, figura jote si guru edhe si nanë ka lën shumë çka perceptohet nga shumë çka. E mendon që nesër do të lexohet nga vajzat edhe e mendon një gjatë tillë e ka lexuar para, sa kam rrit në shtëpi se ka pritë, më thon. Okej, ka pëlqyer. Por se ja tregosha pak në laptop, ka një fragment herë mas herë, lënë më thotë se do ta lexoj krejt prej fillimit. Si e ka raportin me librat? Mirë, duke qenë se je një nënë shkrimtare, flasim ndryshe të shi. Po kjo ishte një diçka. Edhe ajo një kështu se po lexon
Veprën e mamës, pra. Ishte ndjesi fantastike. Ndjesi eme ishte ndryshe. Unë të uroj shumë suksese me ditët dashton. Uroj që libri jo thjesht lexohet, merret konsiderat dhe të lexohet me kërshëri, siç e thashën, me vëmendje të plot. Uroj që ky libër të shohë dritën e botimit edhe në gjuhë të huaja. Realiteti shqiptar duhet të ceket edhe duhet të pasqyrohet në shumë dimensione dhe në shumë shtete të tjera. Nuk jena krejt njerëz që nuk njihena shumë mirë dhe nga të hujt e prekin letërsinë shqiptare, ndonë se ka zana që thonë jo po nuk i njohin, jo po i njohin. Kur ju pëlqen i njohin. Po edhe diçka për dashamirësit e gegniqtes. Patjetër. Se unë aty jam kënë ushtë edhe më në zonën e komfortit e gegniqtja e kam përcjell dhe përmjet personazhit të Stelës. Patjetër. Libri është i ndërthurur me gegniqte. Edhe pasazhi që lexova unë ka pjesë të gegniqtes faktikisht. Le të jetë sido që të jetë e rëndësishme është libri përcjell shumë çka. Suksese dashur. Falenderoj shumë. Suksese edhe ju. Së bashku e mbyllim këto dëshimit, shtunën tjetër pa diskutim me të ftuar të tjerë. Mirupafshim.